Ish-banori Big Brother VIP Gjibani ka trazuar rrjetin me reagimet e tij të fundit pas spektaklit të Big Brother VIP Albania 5. Deklaratat e tij kanë ngjallur debat të madh mes ndjekësve dhe fansave të spektaklit, duke I ndarë ata në dy kampe, ata që besojnë në atë që ai thotë dhe ata që e konsiderojnë thjesht një përpjekje për vëmendje. Pasi hodhi akuzat të forta ndaj produksionit dhe moderatorit për favorizime të mundshme, ai nuk është ndalur me kaq. Gjibani ka shkuar edhe më tej duke pretenduar se ka zbuluar sipas tij skenarin e plotë të finales së madhe. Këto deklarata kanë rritur edhe më shumë kuriozitetin e publikut, sidomos në një fazë kaq të ndjeshme të garës. Përmes një postimi në Insta Story, ai ka ndarë me ndjekësit parashikimin e tij të detajuar mbi renditjen e 4 finalistëve në natën e 18 prillit. Sipas tij, gjithçka është e paracaktuar dhe rrugtimi I banorëve nuk varet plotësisht nga votat e publikut, por nga vendimet që merren nga lart. Sipas listës së publikuar nga Gjibani, fituese e këtij edicioni pritet të shpallet Selin. Në vendin e dytë, ai rendit Brikena, ndërsa Miri, një nga personazhet më të komentuar dhe të përfshirë në debate të forta kohët e fundit, sipas tij, do të përfundojë në vendin e tretë. Listën e mbyll Rogerti, I cili parashikohet të pozicionohet në vendin e katërt. Një tjetër detaj që ka habitur ndjekësit është fakti se Mateo, një nga konkurrentët e fortë sipas këtij parashikimi, mbetet jashtë finales. Ky element ka shtuar edhe më shumë dyshimet dhe diskutimet në rrjet. Ky parashikim I drejt për drejt I Gjibanit vjen si rezultat I bindjes së tij se produksioni synon të kurorëzojë një fituese femër dhe relativisht të re në moshë, me qëllim për të tërhequr një audiencë më të re, veçanërisht adoleshentët dhe për të rritur ndikimin e spektaklit në rrjetet sociale. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.